Zeitung. Më vjen shumë mirë fillimisht që ju po e kapni këtë si lajm dhe po e trajtoni, për arsyen e vetme që më ka bërë abi që në Tiranë pothuajse ky lajm ka kaluar pa u ndier fare. Në fakt ka kohë, më saktë disa javë, ku të paktën në Tiranë kemi kuptuar që Shqipëria është gati një rrugë të integrimit europian në pjesëmarrje në tryezën e vendeve të Bashkimit Evropian, po pa të drejtën e vetos. Kjo është thënë fillimisht indirekt, pastaj është elaboruar dhe nga politikanët shqiptarë. Domethënë kuptohet ata që merren me integrimin. Ne kemi një problem të madh në vendin tonë që dy përfaqësuesit më të mëdha që merren me integrimin, zonja Dhuka dhe zonja Pirdeni, pothuajse nuk janë transparente fare për publikun. Kanë bërë vetëm një qasje publike para disa javësh me zotin Toni Gogu, që tani është para disa orësh u bë ministri i drejtësisë dhe asgjë më shumë. Ndërkohë që Serbia, ju e dini që është përballur sidomos në kohët e fundit me realitete shumë ambige. Dhe ky rast unë besoj që më shumë si ndërmarrje e të dy personaliteteve, respektivisht kryeministrit të Shqipërisë dhe presidentit të Serbisë, unë mendoj që është një lloj tamam ajo që ju e thoni me të drejtë, një lloj bypassi i kërkuar fillimisht nga autoritetet e Brukselit për të përgatitur terrenin për të gjithë vendet tona për integrimin. Po këtu kemi një handicap të madh. Ndërkohë që Shqipëria i ka hapur me ngut të gjitha kapitujt, Serbia ka hapur 22 të tilla. Por, për hir të vërtetës, Serbia ka arritur të mbylli 2 kapituj, ndërsa Shqipëria tashmë po fillon shqyrtimin e mbylljeve të kapituj. Dhe me çfarë shikohet? Nga hapat e Shqipërisë, neve kemi probleme të jashtëzakonshme. Vetëm duke sjellë në vëmendjen tuaj një raport që u bë nga Instituti Studive Ndërkombëtare në Vjenë para disa kohëve, dhe realitetet që shikonte për Shqipërinë ishin gati për të gjitha fushat, me 10 vite i duheshin Shqipërisë që të kapte saqet e tanishme të Bashkimit Evropian. I njëjti raport është bërë për Serbinë, për hir të vërtetës, unë nuk i di rezultatet për Serbinë, por nuk mendoj që i ka diçka shumë më të mira se Shqipëria, por besoj që i ka më të mira se Shqipëria. Për shembull, Shqipëria për pjesën e mjedisit i duhej gati 1 shekull të kapte standardet europiane, e me radhë. Çka dua të them tani është që në të dyja vendet tona, politikisht në Shqipëri dhe në Serbi, duket që të dy personalitetet janë gjithmonë më shumë autokrat. Për zotin Vučić e ka treguar hapur pjesën e tij autokratike, ashtu po ndodhe me zotin Rama. Pushteti i tij është pushteti plot, pushteti i madh, dhe në këtë rast, bashkimi të dy rrugëve të tyre, në një farë mënyre po mendoj që është një mënyrë edhe për të shmangur problemet e tyre. Serbia shmang Kosovën, ju e dini që Serbia e ka të detyrueshme patjetër që në qoftë se do hapi kapitullin e 35, gjithçka është e lidhur me Kosovën. Lejo këtu nëse mundem ta shtroj një pyetje për shkak që është qendësore, padyshim integrimi evropian e ka dhe komponentën e standardeve, qoftë edhe ato të mjedisit që thatë i duhet 1 shekull, por historia na mëson po ashtu që Bashkimi Evropian si një kreatyr nga njëherë e përçudnume në raste edhe aqe dëshirueshme prej Ballkanit Perëndimor, ka pranuar vende sikurse Rumaninë dhe Bullgarinë në vitin 2007, siç njihet atëherë nga dera e pasme, pa i përmbushur ato standarde për shkak që është thellësisht një proces politik. Dhe duke qenë kështu, kur shohim ne Serbinë, e cila e ka kapitullin e 35, cili nuk e përmbyll dot pa arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Kosovën, a po ju duket ju që kryeministri shqiptar ka bërë një hap
pak më të madhë se që mund të bëj këmba e ti, apo e Shqipërisë, le të themi, duke lejuar kështu Serbinë, nëse natyrisht pranon Bashkimi Evropian, pasi ky është vetëm një opinion, duhet thënë qartazi, duke lënë pastaj Kosovën prapa dhe duke i mundësuar Serbisë të kaloj një çështje aq të madhe, si që është raporti me Kosovën, duke qenë që ky është kuzimi kryesor i BE-s, karshi Serbisë dhe karshi Kosovës, thënë të drejtën për integrimin evropian. Nga ky prizëm, si e shihni ju? E shikoj problematik. Për arsyen e vetme që ashtu siç është i vërtet fakti që ne tashmë jemi dy shtetet veçanta dhe para së gjithash mendojmë për të themi për problemet e shteteve tona veçmas, nga ana tjetër, Shqipëria sidomos ka një detyrim shumë të madh për Kosovën, për sa i përket integrimeve të saj dhe sidomos pjesës së Serbisë. Ne dimë që Serbia, përveç se ka krijuar probleme në rajon, tregon vazhdimisht që është burim problemesh. Dhe në këtë mendim, Zoti Rama e ka parë shumë mirë që dhe Open Balkan dështoi, sepse të paktën politika jo vetëm e Serbisë, po edhe Bosnjës që kufizohesh nga elementi serb, pothuajse e çuan në skript të problemeve të gjithë këtë çështje, madje edhe procesi Berlinit tash duket që është gati inaktiv. Dhe në këtë sens mendoj që Zoti Rama ka shkuar një hap më shumë se sa duhej, për arsyen e vetme që ky hap në një farë mënyre e amniston Serbinë, ndërsa Shqipëria po mendoj duhet ta bëjë rrugën krejt e vetme, ashtu siç po e bën Malizi krejt i vetëm rrugën e tij, dhe madje